Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos në samitin BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Shkup vlerësoi progresin e Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit. Ajo shpreson se Shqipëria do të japë të gjithë kapitujt deri në fund të këtij viti. And we are seeing significant progress. Albania, dear Prime Minister Edi Rama, has opened 3 clusters in the last 6 months. Thank you for contributing to the success of the enlargement process. If we go on like this, we will be able to open all the clusters this year. And as I have told you yesterday, I'm looking forward to celebrate opening the last cluster in the autumn time. Po shohim progres të rëndësishëm. Shqipëria, i nderuar kryeministri Edi Rama, ka hapur 3 kapituj në 6 muajt e fundit. Faleminderit që kontribuoni në suksesin e procesit të zgjerimit. Nëse vazhdojmë kështu, do të kemi mundësinë të hapim të gjithë kapitujt këtë vit dhe, siç ju thash, po pres të festoj hapjen e kapitullit të fundit në kohën e vjeshtës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dështon për të 40 herë radhasi konstituimi i Kuvendit Kosovës. Sërish, kryesuesi i seancës Avni Deari kërkoi nga subjektet politike parlamentare të propozojnë emrat për anëtar të komisionit për votim të fshehtë. Edhe këtë herë nuk pati propozime as nga PDK, LDK, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Nga 108 deputetët në sallë, 51 votuan pro, ndërsa nuk pati kundër dhe abstenim. Seanca u ndërprer dhe vazhdon më trekorik në orën 11. Pas dështimit të radhës, Partia Demokratike e Kosovës bëri përgjegjës lëvizjen vetëvendosje. Në një prononcim për mediat, Vlora Çitako pretendon për shkelje të kushtetutës nga shumica në pushtet. Zoti Dehari, lëvizja vetëvendosje po e shkelin kushtetutën. I bëjmë thirrje edhe një herë lëvizjes vetëvendosje që të reflektoj. Të kthehemi në sallë pas nesër, të kthehemi rendit të ditës, të konstituojmë kuvendin dhe të bëjmë punën tonë. Puna jonë nuk është të vim këtu e të defilojmë çdo 48 orë. Puna jonë është të ndërtojmë institucionet, të ndërtojmë qeverinë. Ndërsa kryetari i partisë Memli Krasniqi kishte një koment për takimin e mundshëm me presidenten Vjosa Osmani. Ka qenë para disa javësh shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por nuk di çka them për mundësinë e rezultatit, sepse në fundit blokada është prodhimi i kryenësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës reagoi deputeti Armen Zemaj. Ai pretendoi për shkelje të vendimeve të gjykatës kushtetuese, kapin institucioneve me tendencën për të vazhduar ky ngërç politik. Kjo është e papërgjithshme, është e pafalshme. Ne duhet gjejmë rrugë demokratike që dalim nga kjo situatë. Shihet që nuk ka vullnet formën që e imponon kushtetuta dhe legjislacionin e fuqi, rregulloja punës së kuvendit, dhe tashmë ardha e 40 e deputetëve këtu pa ndonjë rezultat tregon që uzurpatori i kësaj ndërtese që kemë përballë është dëshira edhe është vullneti vetëm i tij që të qëndrojë në atë ndërtesë. Kandidatja e deri tanishme vetëvendosjes për krye parlamentare Albulina Xhiu në prag të nisjes së vazhdimit të seancës së 40 konstituive të Kuvendit Kosovës pretendon se gjykata kushtetuese nuk e ka konsideruar shkelje të kushtetutës komisionin për votimin e fshehtë. Edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk e ka vlerësuar ose nuk ka konsideruar që komisioni i fshehtë është shkelje e Kushtetutës Republikës Kosovës. Kemi paraqitur 2 kompromise, siç i ka përmendur kryetari Kurti, dhe në anën tjetër për Sakoni kemi pasur vullnetin që të shohim se cila është zgjidhja më e mirë që kemi para vetës, të gjejmë një konsensus. Në anën tjetër, opozita ka vazhduar me qëndrimin e njëjtë. Për Xhiun, opozita është ajo që nuk ka pasur vullnet për zgjidhje. Prandaj, që kam thënë në vazhdimsi, është tetë e rëndësishme që qëndrimet bllokuese të braktisën. Është gati fillimi i punës për stacionin e ri të policisë Kosovës në Zubin Potok. Për këtë objekt pritet investohen 1.1 milion euro. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zveçla tha se ky objekt do të jetë burimi i sigurisë për qytetarët në Kosovë. Stacioni do të jetë një infrastrukturë e nevojshme për pjesëtarët e policisë sonde, burimi i sigurisë e adresë raportimit për të gjithë qytetarët pa dallim. Mbetemi të përkushtuar në ruajtjen e sigurisë së qytetarëve, qetësisë publike dhe padyshim dhe sovranitetit dhe integriteti territorial të vendit tonë, shkrua në rrjetet sociale ministri i brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla.
Forca e Sigurisë së Kosovës njoftoi se në kuadër të përgatitjeve për vlerësimin e regjimentit të tretë të Këmbësorisë, kompania e armëve realizoi ushtrimin fushor Tango Mike. Përmes saj synohet vlerësimi i kapaciteteve operacionale dhe aftësive taktike të togjeve, si dhe testimi i funksionimit të komandës dhe ndërlidhjes në kushte të ngjashme me ato reale të betejës. Në këtë ushtrim janë vlerësuar togjet e kompanisë në drejtim të dislokimit në teren, lëvizjes taktike, vendosjes në pozicione mbrojtëse dhe mbështetje me zjarre për njësitë operacionale të Këmbësorisë, thuhet në njoftimin e Forcës së Sigurisë Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.